Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendror, këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Shumica dhe opozita përplasen për komisionet të reformës zgjedhore dhe asaj territoriale, palët nuk gjejnë dakordsi në konferencën e kryetarëve. Partia Demokratike kërkon shkarkimin e presidentit të Republikës Bajram Begaj, opozita e akuzon për shkelje flagrante të kushtetueses në disa raste. Personi arrestuar me një arsenal armësh në banesë është lënë në burg nga gjykata e Fierit, pistoleta dhe automatikët përdoreshin nga grupet kriminale. Qindra naftëtarë të Bankers Petroleum protestojnë për paga më të larta dhe kushte më të mira pune. Sindikata lajmëron edhe grevuria. Të të vjojmë më gjërësisht me lajmet. Mazhoranca kërkon konsensus për dy reformat e rëndësishme, zgjedhore dhe atë territorialen, por kjo duket e vështirë pasi për përbërjen e komisioneve opozita kërkon numër të barabartë antarësh. Mazhoranca dhe opozita dështuar në konferencën e kryetarëve gjejnë konsensus për dy prej reformave më të rëndësishme politike, reformën zgjedhore dhe reformën territoriale. Në projekte vendimet që Partia Socialiste ka hartuar për ngritjen e këtyre komisioneve, bie në sy se mazhoranca nuk i ka dhënë opozitës barazi antarësh as në Komisionin e Reformës Territoriale e as në atë të reformës zgjedhore. Në vendimin për Komisionin e Reformës Zgjedhore parashikohet që Partia Socialiste ka 8 antarë, e partitë e tjera parlamentare kanë po 8 antarë. Edhe pse në pamje të parë duket se kjo garanton barazi, PD-ja refuzoi formulimin, pasi sipas saj mazhoranca synon të jap një prej vendeve të opozitës Partisë Socialdemokrate të drejtuar nga Tom Doshi. Kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla mbrojti përfaqësimin e partive në komision, pa hedhur poshtë idenë se PSD-ja Tom Doshi do të ketë antarin e saj. Që unë nuk kam asnjë kompetencë të vë në dyshim rezultatin e zgjedhjeve dhe lutem dhe përfaqësuesit e partive në këtë komision të rëndësishëm. Unë nuk paragjykoj askënd, edhe pse partia që i referoni nga diskursi politik edhe më shumë se kaq, ka qenë një ndër më të ashprat në përgjatë procesit zgjedhor të 11 maj. Edhe pse formalisht Partia Socialiste nuk ka koalicion me asnjë parti. Gjithmonë PSD-ja Tom Doshit ka votuar në parlament pro qeverisë. E nëse një antar i Komisionit të Reformës Zgjedhore i përket kësaj force politike, atëherë faktikisht mazhoranca do të ketë 9 antar e opozita do të ketë 7. Ndaj Partia Demokratike ka propozuar që në këtë komision të përfaqësohen vetëm grupet parlamentare, duke mbrojtur aleatët e saj, Fatmir Mediu në Partinë e Lirisë. Por Balla ka sjellë në vëmendje se në vitin 2020, kur opozita kishte djegur mandatet, reforma zgjedhore u bë nga forcat politike pasi PD-ja nuk kishte një grup parlamentar. Pra, nëse do t'i referoheshim grupeve parlamentare në vitin 2020 për të bërë reformën zgjedhore, e kishin pamundur se Partia Demokratike nuk ishte përfaqësuar. Dhe bëm një zgjidhje që ngritëm një këshill politik dhe te këshilli politik sollëm Partinë Demokratike sepse s'kishte grup parlamentar, se kishte lënë rrugë. Në raport me kërkesën e opozitës për shkarkim në presidentin e Republikës, Balla bëri qartë se Bajram Begaj nuk ka kryer shkelje, nuk do të shkarkohet. Presidenti i Republikës nuk ka kryer asnjë shkelje dhe nuk do shkarkohet. Për shkarkuar kryetarin e shtetit duhen 94 vota, e pa vullnetin e Partisë Socialiste është vështirë që Partia Demokratike të ecë përpara me procedurën kundër Bajram Begajt. Me argumentin se ka bërë shkelje të rënda të kushtetueses, opozita dorëzoi kërkesën për shkarkimin e presidentit Bajram Begaj. Sipas Gazmend Bardhit, shpallja e datës së zgjedhjeve në Tiranë dhe dekretimi i Ministrisë së Inteligjencës Artificiale ishin të palishme. Partia Demokratike akuzon gjithashtu kreun e shtetit se është paguar nga një spital privat. Partia Demokratike depozitoi në kuvend kërkesën për shkarkimin e presidentit të Republikës Bajram Begaj për shkelje të rënda të kushtetues. Kryetari i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi sqaroi para gazetarëve se në këtë kërkesë përfshihen 7 shkelje të rënda të ligjit themeltar të shtetit. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kemi dorëzuar sot në kuvendin e Shqipërisë kërkesën për fillimin e procedurës parlamentare për shkarkimin nga detyra të presidentit të Republikës, Bajram Begaj, për shkelje të rëndë në mënyrë të vazhdueshme të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.
Shkelja e parë që Bardhi listoi është dekretimi i datës së zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës. Ka dekretuar zgjedhje të përjetshme vendore në Bashkinë e Tiranës, pa u krijuar nga pikpamja kushtetuese vakanca, duke ju bindur urdhrit politik të Edi Ramës në Asamblenë e Përgjithshme të Partisë Socialiste. Partia Demokratike akuzon presidentin se ka shkelur kushtetutën kur ka dekretuar ministra e Inteligjencës Artificiale Diella, kur ka dekretuar ligjin për komisionet hetimore i cili urrëzua më pas nga gjykata kushtetuese, si dhe për disa ndërhyrje të tjera të cilat sipas Partisë Demokratike nuk i kanë shërbyer ligjit themeltar të shtetit, por i kanë shërbyer kryeministrit Edi Rama. Por nga ana tjetër, Gazmend Bardhi akuzoi kryetarin e shtetit Bajram Begaj se gjatë detyrës si president ka punuar në sektorin publik e privat, edhe pse kjo i ndalohet nga kushtetuta. Partia Demokratike pretendon se presidenti ka punuar si konsulent në një spital privat dhe si pedagog në Akademinë e Forcave të Armatosura. A i dini ju, dashur qytetar, që presidenti jo, ndërkohë që është president, rezulton të jetë i punësuar dhe merr të ardhura nga një klinik private mjekësore? Pra ditën bën presidentin e Republikës, mbas dite paguhet nga rrjeti i klinikave private Axhi Badem, siç deklaron vetë të ardhura çdo vit. Ky është niveli i presidentit të Republikës së Shqipërisë. Bardhi akuzoi kryetarin e shtetit edhe për konflikt interesi e korrupsion, duke pretenduar se djali i tij është i punësuar në një kompani e cila përfiton të gjitha tenderat e institucionit të presidentit. Presidenti i Republikës i jep të gjitha tenderat në fushë kompanisë përkatëse, ndërkohë që kompania punëson me paksa dy fishi mesatares të gjithë punojësve të kompanisë, një 23 vjeçar që nuk ndodhet fare në Shqipëri dhe bëhet fjalë për një vlerë mijëra euro që djali i presidentit përfiton çdo vit nga kjo kompani që nga ana tjetër merr mijëra euro çdo vit nga institucioni i presidentit të Republikës. Për këtë të fundit, Partia Demokratike paralajmëroi se do të çojë padi ndaj presidentit të Republikës Bajram Begaj në prokurorinë e posaçme kundër krimit të organizuar e korrupsionit. Deputetët demokratë uruan liderin e tyre Sali Berishën për ditëlindjen gjatë mbledhjes së grupit parlamentar. Pas urimeve, kreu i PD u përshëndrua tek raportimi Altin Dumanit në Komisionin e Ligjeve. Berisha përsëriti akuzat ndaj drejtuesit të prokurorisë së posaçme, të cilin e konsideroi të lidhur me grupet e krimit. Ti je një armik i egër i pluralizmit politik në Shqipëri. Je një bastard, një arnit qenë në lojnë tënda, më apo jo. Prisni një minut. Kemi arrestua, po kemi bërë 35 zyrtarë. Nalën pak. 3 lider të partive kryesore opozitare. 3 lider. Asnjë zyrtar të partisë krimit. Gjykata e Fierit la në burg pa fat 38 vjeçarin që mbante paleje në banesën e tij një arsenal armësh. Policia i sekuestroi atij pistoletat automatik dhe municione që besohet se përdoreshin nga grupe kriminale. Gjykata e Fierit la në burg Milasin Rama i arrestuar pak ditë më parë, pasi e kishte kthyer banesën e tij në lagjen Kastriot në bazë armësh. 38 vjeçari era në prangat e policisë gjatë një operacioni të befasishëm në qendër të qytetit, pas sinjalizimit se ai mbante paleje një armë zjarri. Policia lokalizoi me njëherë të dyshuarin teksa lëvizte me automjet dhe gjatë kontrollit ju sekuestrua një pistolet që e posedonte paleje dhe një shumë parash prej 3.500 eurosh. Pas kësaj, ati ju zbulua edhe një shtëpi në lagjen Kastriot, të cilën e përdorte për të fshehur armët dhe municionet që dyshohet se u ashiste grupeve kriminale. Nga kontrolli u gjetën dhe sekuestruan 10 automatik, një pistolet automatike, 2 silenciator, 9 karikator automatiku, 3 karikator pushke, 2 krëra pistolete dhe sasi fishekësh të kalibrave të ndryshëm. Policia po bën edhe ekspertizën e armëve për të parë nëse ato janë përdorur në ndonjë ngjarje kriminale. Me kërkesën kryesore për rritjen e pagave, qindra naftotar protestuan kundër kompanisë Bankers Petroleum. Drejtues të sindikatës thanë se zëri i tyre deri më tani nuk është dëgjuar, ndaj ata janë detyruar të futen në grevë urie.
Rreth 200 punonjës të kompanisë naftënxjerrëse Bankers Petroleum në Marines janë ngritur në protest mëngjesin e kësaj të mërkure. Jemi totalisht të diskriminuar në të gjithë nivel paga SHB. Sipas kryetarit të sindikatës së sektorit hidrokarbur, Dritan Shahu, pas disa protestave që janë zhvilluar e kërkesave të naftëtarëve që nuk janë marrë parasysh nga drejtuesit e kompanisë Bankers, Këshilli Sindikal i përbër prej 10 antarësh do të hyjë në grevurie në zyrën e sindikatës në Marines. Ne nuk do të dalim nga greva e urisë dhe nga greva e përgjithshme, pa u realizuar kërkesa jonë prej 18% rritjes së fondit të përgjithshëm të pagave. Ky 18%, cili do të rritet, që ne kërkojmë të rritet fondi i përgjithshëm të pagave, kërkojmë të shpërndahet për pagat e ulta dhe për djemtë që punojnë në fushë, për të ulur diferencën ekstreme të pagave që ka këtu në shoqërinë Bankers midis punonjësve të fushës dhe punonjësve të tjerë, ose edhe midis disa punonjësve që këta i kanë bërë rritet në mënyrë preferenciale. Mes të tjerash, punonjësit thonë se prej një dekade nuk kanë njohur rritje page, përfshi këtu mohimin e shumë të drejtave të tjera në punë. Ne po kërkojmë veç dinjitet, po kërkojmë buk dhe fytyrë për familjet tona, sepse këta të lënë edhe pa buk, për mos patur e fytyrë. Neve sakrifikojmë për Bankersin, për kompaninë, e kemi ndihmuar kompaninë, jemi treguar dhe shumë tolerancë gjithë se kohë me kompaninë që ata të na kuptojnë hallin. Kërkojmë pozicionimin e vendeve të punës, që deri tani janë tallur me ne. Kërkojmë ngritjen e rrogës ka 10 vjet që nuk po ngrihet. Kërkojmë inflacionin që po të marrim shembull buka para 2 vjetësh ka qenë 800 lekë. Sot është 1300. Vetëm me bukën një shqiptar apo një punëtor i naftës humbet 15000 lekë në muaj. Ata thonë se janë të vendosur të shkojnë deri në fund zgjidhjes së kërkesave të tyre. Ndërkohë, nga ana e kompanisë Bankers Petroleum nuk ka asnjë reagim deri më tani për situatën. Përdoruesit e monopatinave dhe skuterëve elektrik kundërshtojnë bllokimin e këtyre mjeteve nga policia. Ata thonë se nuk janë kundër forcimit të rregullave, por lëvizja e tyre duhet lejuar në kushtet kur qyteti vuan nga trafiku i rënduar. Vendimi për ndalimin e monopatinave, sipas qytetarëve dhe bizneseve, është kthyer në pengesë. Përfaqësues të këtyre subjekteve shprehen se nuk janë kundër rishikimit të ligjeve dhe rregullave të qarkullimit, por theksojnë se ndalimi menjëhershëm ishte i nxituar. Jam shumë pro rregullave të reja, ligjeve të reja, diçka që sa vjen e masivizohet, duhet që të rregullohet patjetër me një ligj më specifik, por nuk mund ta bësh kaq drastikisht. Ne kemi mbyllur tani biznesin tonë dhe jemi duke pritur kismet, nuk i dihet çfarë do bëhet. Nga ana tjetër, edhe përdoruesit e këtyre mjeteve shprehen se ndalimi ka sjellë pengesa në përditshmëri, pasi monopatina për ta ishte mjet pune dhe transport i përditshëm. Problemi është më i madh te kalamajt, sepse edhe kjo u bodhe edhe për ne e bezdishme kur i shifshim rrugë që shkosh në 2-3 vet, hyp 2 vet në skuter, kalamaj pafund me skuter që nuk ata s'ka kanë idenë qarkullimit rrugor. Më kanë ndryshuar komplet përditshmërinë time, vajtje në punë, kthimin nga puna, qoftë dhe bërjen e një pazari, në qoftë se dikush kapet pa kaskën, të drejtë ka policia t'ja konfiskojë. Ai është rrezik për veten e vet dhe rrezik për atë tjetrin. Të vendosen ca rregulla, të vendosen fillimisht ca rregulla dhe pastaj të merren hapa të tilla për t'i bllokuar. Qytetarë dhe biznese u mblodhen këtë të mërkur para Komisariatit të Policisë Rrugore në kryeqytet në shenjë proteste. Ata janë paraqitur edhe me dokumentet e nevojshme për tërheqje të monopatinave të sekuestruara, por ju është komunikuar se mjetet do të mbahen të bllokuara në një afat 30 ditor. Pas takimit me shefin e Komisariatit Rrugor, dëgjuam që do të mbahen mjetet për 30 ditë të bllokuara për shkak se gjatë kësaj periudhe do rregullohet me ligj se si do të qarkullojnë mjetet elektrike në qarkullimin rrugor. Vendimi për ndalim të përkohshëm të monopatinave u mor në 12 tetor, ndërsa një ditë më pas u bë ndalimi i mjeteve që qarkullonin në rrugë. Masat u morën për shkak të shtimit të rasteve të aksidenteve që kanë përfshirë këto mjete elektrike. Komuniteti i të verbërve zhvilloi një marshim proteste në qendër të Tiranës. Në ditën e Shkopit të Bardhë, ata përsëritën thirrje për më shumë mbështetje financiare dhe integrim në tregun e punës. Pas një plagosje të rëndë me armë zjarri në kokë 6 vite më parë, Enver Karaj, 57 vjeç, humbi shikimin. Që për asaj dite jeta e tij dhe familjes u shkthyer në një përballje të vazhdueshme me vështirësitë dhe mungesën e mbështetjes. Në një rrëfim për Vizion Plus, bashkëshortja Enver Karaj e dëshpëruar thotë se ndihma monetare që ata marrin nga shteti është e pakët, ndërsa të dy bëjnë dhe një apel. Çdo ditë që në mëngjes deri në darkë
jeta e një njeriu që nuk shikon është shumë e keqe. 120.000 lekë që mund të morë një verbër sot në këtë ditë nuk të del as për të marrë një Tajlan hot për grip, jo për gjë tjetër më. Mund të më shkoj gati ke 120.000 lekë vetëm ilaçe. Të paktën dhe këtë të kenë një pagesë, një pak që për nevojat e veta. Lutemi që edhe pagat të ngrehet pak. Sa është e ulës me del. 15 tetori është dita ndërkombëtare e Shkopit të Bardhë, ndaj dhe shoqata e të verbërve të Shqipërisë zhvilloi një marshim sensibilizues për të treguar rëndësinë e Shkopit të Bardhë si simbol i pavarësisë për të verbrit. Sipas anëtarëve të shoqatës, prej më shumë se një dekade, komuniteti i të verbërve po përballet me mungesën e mbështetjes institucionale. Fatkeqësisht, që nga viti 2009, pagesat për qytetarët e verbër nuk kanë pësuar asnjë rritje reale përveç faktit që kanë pësuar inflacion. Një protestë paqësore u mbajt edhe para Bashkisë Durrës nga anëtarë të shoqatave që përfaqësojnë personat me aftësi të kufizuara të shikimit. Sajmir Farrici, presidenti i shoqatës Shpresë për të verbrit, theksoi se personat e verbër përballen çdo ditë me mungesë infrastrukture të përshtatshme dhe me vështirësinë e lëvizjes të pavarur. Ajo që na shqetëson më shumë është se edhe pse është miratuar ligji që askush të mos ngelet mbrapa nga personat me aftësi të kufizuar, ne nuk kemi asnjë lloj përkraje, asnjë lloj mbështetje nga Bashkia e Durrësit, as edhe nga qeveria shqiptare. Jemi 6 vite pa zyrë, jemi pa mbështetje financiare, jemi pa asnjë lloj projekti të fituar, edhe pse ne kemi dërguar projekte pranë Bashkisë për të implementuar ato projekte, sidomos projekti për Shkopin e Bardhë. Shoqata kërkon nga qeveria rikthimin e shërbimeve publike për të verbrit, rritjet e asistencës si dhe mbështetjen e personave të verbër për të integruar në tregun e punës me pagë minimale. Kjo gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.